Sa qef, sa qef. Si e zamar, urime Bajrami, po nuk është si yll. Sa bukur Live po të shofe, po nuk është si yll. Hajde, mirë se erdhet. Faleminderit shumë që më ke ardhur sot. Faleminderit edhe juve për ftesa. Po shkëlqen. Gjithashtu. Ç'është ka më zamar? Komplimentet janë shumë të mira kur merrem prej një femne. E vërtet, shihojnë ndryshe. Po, definitivisht. Si të kam ty, mirë? Mirë, zamar, mirë, me nxjerrdhëm se sot Bajram. Edhe në kufi kishte 3 kilometra kolon, me nëzi se kemi kalu në për male, i përshëndes edhe ca djema që na e mundësun këtë prekuptun që jam të artë ty, po, edhe të respektonin edhe ata. Faleminderit që ke marrë rrugën. Pra në ditë feste që kanë gjithë në lëvizje, shqiptare duke u neve jemi njësh Macedonia, Kosova, kështu që me nëzi presim në një ditë feste, ose një ditë jo pune që me lëvizë dhe mu bu bashkë. Si keti këto festat, sidomos një tillë si ajo e Bajramit? Është një atmosferë tjetër edhe në Macedoni edhe në shtëpinë tënde, keni ndonjë traditë kështu, ndonjë rit që e praktikoni? Po, festat, sidomos festa e Bajramit është një festë shumë e prekshme për neve si familje komplet. Unë jam vajzë me 2 vëllezër, një qike vogël me 2 vëllezër pak mëdhej. Edhe pritet Bajramit te unë, edhe gjithmonë ajo urimet e parat Bajramit janë shpërthimet me lote, ato emocionet e shumta që i ka, besoj, çdo familje, pastaj ne gratë jesim shpe, presim mysafire, derisa të vjen koha e drekës, edhe pastaj sikur gjithçka mbaroi dhe fillon nga e para prapë. Në festa, përpos uratave për njëri tjetrit, për njerëzit e dashur, kujtojmë edhe ata që si kemi në jetë, sidomos në raste të tilla kur do donim shumë t'i përqafojmë, të urojmë bashkë me ta. Kush mungoj në familjen tuaj? Në familjen time ka që 27 vite mungon babi, mungon kryefjala e shtëpis, edhe është shumë e vështirë për me, ndoshta gjatë periudhës komplet vitin njeriu adaptohet, procedura, puna, jeta, nuk shtin me harru, po stili jetës, dinamika e mendon vetëm vetën. Kur vinë këto festat e mëdha, kur vinë festat ku krejt bashkohen, jo vetëm Bajrami, qoftë çfarë do feste tjetër, ku krejt mblidhemi, ndonjë ditëlindje, ndonjë vit i ri, diçka, kur e shef që vendi kryesor në tavolinë mungon, e shef që asgjë nuk është e plotë dhe e ki atë mungesën edhe ndoshta nuk ta jep, ta thash edhe parës shpërtimin lot, gjithkush e ka ndoshta me buzëqeshje që ne e fillojmë me lot Bajramin, kështu që e kam një mungesë shumë të madhe të tijen, sepse kam qenë vetëm 8 vjetë e gjysëm apo 9 kur e kam humbë prindin, ndoshta ajo periudha ku më së shumti i duhet një fëmiu një mbështetje e madhe nga ana e babit, unë nuk e kam pas. Ke kujtime, ke arrit që ani pse në moshë të vogël të përthitësh diçka edhe me i mbyll në trurin tënd dhe me i pas? Besoj se po, unë vetëm me ato kujtime ashtu e mbaj mend, sepse unë kam qenë shumë e lidhur me ta. Edhe ndoshta se kam qenë veç një vajzë, kam qenë ma e llastume nga ana e tij. Mami gjithmonë ka qenë ajo që ka qenë në punë, ndërsa ai është për kujdes për mua. Edhe gjithçka kemi shku në peshkim, kemi dalë me bicikleta në shkollë, më ka quaj, gjithçka kemi bo bashk, edhe ndoshta për atë edhe unë e kam pësu një shok shumë të madh kur ka ndodhë humbja e tij, unë për ca muaj edhe s'kam mund as të flas, ku deri kam përfundu edhe tek specialistët vetëm që ta kuptoj fakt që e kam humbë një person të vlefshëm të jetës dhe ta pranoj si proces normal të jetës, se një fëmijë nuk mundet ti pranon gjanat ashtu. Mendon se kthehet, se ka mendu se ka shku dikun do të kthehet për një kohë tjetër dhe i bëja Zotit premtime se nëse unë sille më mirë ama bjene, ka pasa periuda shumë të vështira, kur kam qenë shumë e vogël normal. Sa ishte kjo periuda që të desh kohë për me u kthy në atë rutinë? Rreth 6 muaj. Rreth 6 muaj, goxha periudhë gjatë, po. Ishe vazhdimisht në trajtim me profesionistët? Familjarët besoj e patën akoma më të vështirë? Ata e kishin më të vështirë, ndoshta se edhe një vit para asaj unë e kisha një fatkeqësi shumë të madhe timen. Ja, kjo është babi me nanën. I ken gja? Nuk e di, kretë më thonë. Edhe të lumë të ajo gojë që më. Duket me aqë, sa e shenë në sekundat e parë, ta jep një hije të ndë. Po, ndështë vijat, ajo fytyra, nuk e di.
Ndoshta, si që isha të thonë se një vit ma herët unë kisha një fatkeqësi shumë të madhe në jetë, ku pësova në koma, kisha 90 ditë. 90 ditë. Isha në komë, dërsa isha vetëm 7 vjeqe. Dhe a i ka qenë që më ka qunë shkolle, ka nejtë me mu, kur krejt kohën, se tash periuda e rikuperimit është shumë e vështirë, normal, neve një dore thejmë, na duhet një kohë e gjatë, jo duhet të shkojmë në terapi, e jo të jesh në koma e të... Qa ndodhe me, pse ishe në koma, Gjenan? Kisha një ndeshje, ishte një dasëm e madhe, dhe unë jam largu nga print për qku diri në shqitore. Ma kam shu vetura dhe ka ik. Fatkeqësia ma e madhe se as ata ndasëm se kanë di që kanë ndodhur një gjë e tillë, as njerëzit e rrugës më kanë marrë, më kanë çuar në spital, gjithçka është kuptu pas 2 orëve kur është kuptu që unë nuk jam aty. Edhe më falë, se ndoshta kom pak edhe emocione, se është ndoshta hera parë që e flasë unë këtë sen publikisht. Në fakt, unë doja që disa gjëra t'i lija për më vonë, po me qenë se na rodhe spontanisht muhabeti, po edhe gjithashtu nuk du me të vunë në trysni, qka do që nuk dihesh rehat me tonë të mirë kuptoj, por kur po më fletë, mosha 7 vjeqare, ajo mosha kur krejt rritë, të një fëmiju edhe të një vajzë që ndoshta do të mund të kishte kujtime më të bukrat fëmiri saj, pa tjetër që po. Edhe kjo është ajo që më dhemp kur po e dëgjoj. Unë e kam një thënje që e them, unë asë njerë nuk kam mund të them atë fjallën, kime pa prej babit tem. Gjithmonë e kam pas si munges këtë pjesë. Edhe për atë gjithmonë jam bo ma e fort, kam punu shumë, kam tentu që divergjenca e dim që ndodhë në kështu raste, kam tentu që mës ndodhë një gjë e tillë të unë, kam punu nana shumë, pastaj me ne të tretë si fëmisë, edhe nana ka qenë vetëm 33 vjetë që kur kanë ngelpa. Po, dhe... Kush mori rolin e krye familjarit pas ikjes së babit? Ajo, po. Vështirë për të, por si që janë gjitha nëna shqiptare, heroina të vërteta. Heroina, definitivisht. Andaj duhet ti përullemi gjithë jetën. Gjithë jetën, pa tjetër. Me vlezrit si u gjende në rritje, në formim, me kë kryove atë lirin më të madhe, me kë bëje sheret? O, kime më prishme me vlezrit. I kam mund 2 vlezër, njani është një 8 vite më i madhëson, besa kemi a dalimin, edhe ndoshta ajo periuda kur ishte humbja e babit, aje mur pak ma serioze, ti ndihmon ma shumë nanës, edhe kisha ma rolin prind vajzë, ndërsa me këtë voglin jam 2 vite dalim dhe jemi shumë të afërt. Ne edhe sot vazhdojmë edhe jemi aq të afërt sikur kur kemi qenë të vegjël, nuk bëjmë asgjë pa u konsultu. Jemi edhe ata që mas shumë t'i zijemi, kështu që... Gjithmonë janë kështu, ata që duhen pak më tepër, se normalisht... I dua të dytë njëjtë, po afërsia është e ndryshme. Mosha, ato problemet, ato zënkat, ndoshta edhe ato belat që i kemi bot njëjta. Kush e ka përjetu më rënd rastin tëndë nga vlezrit, që ka qenë periudën kur ti ishe në koma, qka të kanë tregu, qka kanë nda me ty? Unë mendoj se kjo vëllau i dytë, se ka qenë edhe më i afërt, edhe ka qenë aji që më ka thonë të shkoj deri në shqitore. E si kur e ka marrë, si kur e ka marrë një barë mbi vete, se ka qenë aj fajtori, nuk është ajo arsye absolutisht se cilit mundet mi ndodhë, tash dalë dhe ndodhë një gjë e tillë, po fati mirë që sot jemi këtu, jemi të folë, jemi të kesh, edhe jeta ka vazhdu. Po, mendoj se aja, dhe pse shumë pak tentojmë ta diskutojmë atë pjesë, te i kalojmë, si kur nuk ka ndodhë dhe i falenderojmë Zotit që gjithë qka është ashtu si jemi, edhe periudën e rikuperimit, edhe atë periudën e parë se më ka lanë shenja operacioni, më ka lanë shenja të ndryshme në për trup, fëmijët ndoshta pa vedia, unë nuk dua t'i fajsoj, më kanë bullizuar, më kanë përqesh, më kanë kompleksuar për shenjat, kanë qenë të 2 vlezrit, aty nuk mundem në asnjë mënyrë t'i ndaj që unë nuk e mbaj mend sa vite s'kan vesh as funde për mës me mu pa shenjat, derisa ata më kanë tregu se ajo është diçka e ytja që ty të bërë më të fort, edhe më kanë ndejt afer, më kanë ndihmu gjithë qka me te i kalu, edhe sot i kom si 2 shok, me cilët kaloj gjithë qka, me cilët te i kaloj gjithë qka, do njëherë ju shkoj
pak, ndoshta edhe për nerva, po. Ma falen se jam Jo, më se t'ka njët vetme dhe të mbajnë si mbretresh. Gjanan, kam pas edhe në emision, po edhe në bisedat përditshme, kam taku njerëz që e kanë kaluar një periudhë në koma, edhe tregimet e tyre ose gjatë asaj periudhe, ose dhe disa teori që disa për njerëz... Sigure përjetojmë. Sigure e dëgjojnë diçka, ose mendojnë në të njëjtën kohë. Keti diçka nga këto kujtime? Pra si ka qenë për ty? Unë e mbaj mend vetëm një... Nuk mbaj mend asgjë. E mbaj mend vetëm një moment kur jam zgju nga ajo situatë aq ditore, e kam pa dy persona afër meje, të cilët nuk kanë qenë familjar, po kanë ardhur vetëm se një rast, ka qenë shumë rast i madh tek ne në Maqedoni, në Shkup. Gjithë janë qunë kam, gjithë e kam përfol, edhe gjithë e kam pritë se do i mbjetoj apo jo, dhe kush ka dëgju ka ardhë me më vizitu, për këto jam shumë falenderuse, dhe e di se aty kur i kam hap syt, nuk e kam dit as ku jam, nuk e kam dit as çfarë ka ndodhur, derisa nuk më kanë tregu pastaj familjarët. Pjesa e intuitës është shumë e vërtetë se personat që kanë qenë komë, kjo është edhe shkencëtarisht e vërtetuar. Personat e cilët kanë përjetu qoftë edhe vetëm një 24 orë në koma, ata kanë një intuit më të zhvilluar se gjithë personat tjerë. Thuhet se ne si kur e kemi përjetu veç se njëherë çfarë jemi duke jetu tani, nuk e di se kjo sa është e vërtet, po intuitën e kam shumë të fortë. Të ka kryer punë kjo gjatë rrugtimit të jetës edhe viteve në përgjithësi? Apo nga njëherë thu, pse e kam këto, pse i nuhas gjanat më përpara? Unë i nuhas edhe shumë njerëz ma marrin për terskët se energjinë e njerëzve e ndjej shumë shpejt. Edhe nëse unë e ndjej një energji negative, nuk mundet, po si kur botën me madhuruaj, person nuk mundet të unë të ndryshon mendimin, dhe kretë ma thonë të je o një njeri shumë i mirë, o një njeri shumë i keq, ti nuk ke mes. Po nga ana tjetër, kur jom shumë e mirë, ma tepër se që duhet të jem e mirë. Edhe duhet ta gjej një bilans që ta mbaj një farë rezerve, e kam atë problem, se kur i dua njerëzit i dua shumë, dhe intuitën, kur e du dikën, nuk i besoj intuitës. Them, ndoshta jam gabim, po prap del në fund ashtu si që ka qenë fillim. Interesante janë këto veti, pak edhe në ato që po thua, po e shoh edhe vetëm. Po përpos kësaj gjena, një vajzë shumë punëtore që pra nuk do edhe shumë mend, duhem veç 2 sekonda me të pa në ekran, për me vërtetu që ekrani të do, vajzë, ti e lindur për ekran dhe tërheq me njëherë atë energjim pozitive. Por në fakt, shumë njerëz që të kanë pa privitesh në ekran mund të mendojnë se ti edhe e ke studiuar si punë dhe e ke mirëmenduar prej fillimit, që në fakt nuk qëndron ashtu. Ti ke studiuar shkenca politike, diçka krejtësisht tjetër. Si u bë përcaktimi yt për studimet dhe si u fute në botën e televizionit? Pjesa e studimeve ka qenë, unë kam shkollën e mesmet me mjekësisë, po nuk kam dashur ta vazhdoj mjekësinë shkaku empatisë madhe që e kam. Dhe unë një person të sëmur ta shoh, do sëmurem unë para ti dhe nuk i kështë përballu. S'pak jo. Dhe shkencat politike i regjistrova se ishte gjenerata e parë që ishte hap në universitet dhe thash ta provoj. Gjithmonë unë të provoj gjëra të reja, gjithmonë ai personi që... Sfidon vetën. Po, e sfidoj vetën gjithë shka. Dhe mbarova studimet, kam punu 3 vite si profesoresh në një shkollë të mesme, pastaj mbaroj gjithë shka dhe isha e pa punë. Avni Qaili, Avni nuk kam nevoj të lasë më shumë, e kemi mik familjar, më thiri në telefon dhe e la një takim me mua, dua me gjdo kusht ty një emision kështu, nuk është se s'kisha besim në vete, se ndo njerë bile them, ndoshta ka ma shumë vetë besim se që duhet, po nuk doja që ta dëshproj Avniun, sepse kur një person si aji më jep një hapësir aq të madhe, përgjegjësia është më e madhe. Po nuk e dija se më donë dhe e dua ma shumë se gjithë shka ka merën. Edhe ka tani 10 vite që e bëj këtë punë, kam qenë në emisionet të kulturës, të showbizit, në emisionin e mëngjesit, dhe çuditërisht gjithkund e gjej veten.
Nuk e kam as pak. Sa desha me të pyet ku jenë ti më rehat? Gjithkund e gjej veten, sepse më duhet ndoshta një periudhë shumë e shkurtër derisa të adaptohem me situatën që jam duke e përballuar. Kështu jam edhe në jetën e përditshme. Shumë pak kohë duhet të adaptohem, ta kuptoj që okay, kjo është tash, edhe vazhdojmë. Me qenë se ke bë këto sferat, po i quaj unë që ka televizioni, që ka akoma më shumë, pra kultura, showbizi, programi mëngjesit, janë programacione që kërkojnë edhe një lloj rruge të veçantë, po flas. Çka të ka mësuar secila prej këtyre, sepse nëse flasim për showbizin, për shembull, të bën të njohësh shumë njerëz dhe besa ta njohësh akoma më mirë showbizin se sa si duket nëpër atë pasqyrën e saj me xixat, a them unë. Kupton që nuk qenë ka me të vërtetë ashtu. Asgjë. Ka ke mësuar nga kjo? E kam mësuar se asgjë nuk është ashtu siç duket. E kam mësuar se nuk duhet shumë të besojsh njerëzve. E kam mësuar se gjithmonë duhesh të jesh më e përgatitur se ç'a mendon dhe gjithmonë të kesh plan B për gjithçka. Se ekziston shumë shansa që asgjë mos del sipas planit dhe gjithmonë duhesh të kesh një gjinshmëri, sidomos kur je në emision kështu të drejt për drejt. Gjithmonë duhesh ta kesh një plan B dhe të jesh e përgatitur dhe sado që ti të jesh e mërzitur, çfarëdo që hall e ke, askujt për ato nuk i intereson. Ti duhesh vetëm të buzëqeshësh dhe të japësh më të mirën për ata që po të shikojnë. E vërtet. Je mërzit ndonjëherë nga ndonjë personazh, ndonjë i ftuar i yti, ose dikush që ka qenë shumë tekanjoz, ose të jetë i vështirë në komunikim, ndoshta edhe në fjalë më tepër, në ngacmim më tepër, ku e di unë, vajzë e bukur, po, kanë thënë mirë, hajtë po shkojë në intervistë, ja bëjni një ftesë për drek. Kanë egzistu ato lloj ftesa, po unë shumë sportivitet i marrë dhe bëhem si kur nuk e kuptoj. Një person, me 2 persona jam zhgënjy, me një person ka qenë një shkrimtar nga Shqipëria, i cili ishte Ramazan dhe isha në emisionin e mëngjesit dhe kisha të ftuar në emision, librin e kishte të shkruar në gjuhën maqedone. Ishte nga Shqipëria, libri ishte në gjuhën maqedone. Dhe me ekipazhin jemi servis publik dhe kemi ekip edhe të palës maqedone dhe të palës shqiptare. Me ato të palës maqedone filloi të sillet shumë keq. Dhe mua më bëni kjo shumë përshtypje të keqe, shkaku se neve jemi një shtëpi mediatike dhe bashkë duhet ta japim më të mirën që të dalë unë mirë. Po sigurisht. Dhe i them të lutem, nuk është që ju nuk e flisni gjuhën shqipe, nuk e zotëroni gjuhën shqipe, nuk keni nevojë kështu të silleni, të paktën ta lejmë për pastaj. Filloi sikur të ngrezan dhe në atë moment e ndërpreva emisionin dhe thash unë jam përgjegjëse në këtë emision dhe aty mbaroi gjithçka dhe ka qenë një këngëtar nga Kosova ku jam dëshpëruar shumë sepse ai është aq fake në rrjetet sociale. Kush ishte maj? Që ishte në Maqedoni. Në Maqedoni shumë rrallë na vijnë këngëtar të mëdhenj për të këndu, vendi ndoshta është i tillë, nuk e di. Edhe ishte në Maqedoni, kishte jashtëzakonisht shumë njerëz dhe unë e marr kamerën, shkoj në backstage, 2-3 fjalë t'ja marr vetëm për eksperiencën e tij për herën e parë në Shkup. Dhe hyj brenda, mirë mbrëma, dhe një deklaratë shkurt tha, më fal, unë nuk jap intervista. Dhe më la sikur pa fjalë, për herë të parë nuk dija se si ti kundërpërgjigjem dhe ndoshta nuk më kujtua të hyj në internet dhe ta shoh a është e vërtetë ajo çfarë po flet. Dhe thanë që se unë nuk të kom ftu, nuk më ke pyet. Filloj pak sikur të sillet me teke me gjana. Sa dola nga ai vend, e pash që kishte dhënë intervista me 10 e qindra. Andaj po të them, tregona emrin nga tim, tregoj unë ata pas. Se ti e ma e mira. Ti e ma e mira. Kush e ka më këta ti e ma e mira? Vazhdoj. Capital T, okej. S'pas ka qenë ditën e ti ma të mirë? Nuk e di, nuk e prita. Kjo ka ndodhur para 10 viteve, po nuk e di pse. Unë doja ta shef ai se sa e dojnë shkupjanët. Edhe e bona atë shkova, po pa marrë parasysh. Sigurisht duke po, punën tënde moj, s'ke nevojë marrë se tu thjesht njerëzit nga njëherë nuk një mend nuk bën me i gjiku, ndoshta nuk janë ditën më të mirë, ndoshta ku e di unë. Çështje kontraktuale. Tani i kuptoj gjithë dhe e them në rregull, jemi nuk është problem. As me avokatin e askujt. Me mëngjesin si ja ke dalë, me zgjimin herët, më trego se shembull nëse është një gjë, edhe pse kur nuk themi kur, por nëse është një gjë që zot ai kisha bën, është zgjimi herët në mëngjes. E këto qenë kemi shumë të kundërta, se unë jam apo s'jam në emision, unë zgjohem në ora 5 mëngjes.
Wow. Ke rutinë do me thënë të ndën. Kjo është 20 vite e tash. Unë zgjojmë në ora 5 mëngjes dhe unë në ora 10 mbrëmjes e kam celularin e fikun. Kështu që, po sikur të kallet bota nuk mundet askush të më merr në telefon dhe mëngjesin e kam shumë të lehtë vetëm shkaku që zgjohem herët. Super. Dhe nëse ka nevojë për zaventësime gjithmonë kolegët të parë që ju kujtohet jashtë Xhanoni se jam vetëm e zgjuar po. Po kur nuk ka punë, nuk je në program, cila është kjo rutina? Pra çfarë bën Xhanoni nga 5 mëngjes deri në 10 darkës? Si e ke të programuar që nuk e lëviz për askënd? Shumë gjana unë nuk lëviz, me punën nuk bëj kompromis për asgjë. Unë punoj përpos në televizion, punoj edhe në radio. Okej, dashurin vete kjo. Radio e ka magjin në vete, është një magji e papërshkrume se nuk e shef dëgjusin, ndërsa e ndjenë se është të dëgjuse të shkruan mesazhe të shumta, të jep një feedback aq të bukur, sa që mundohesh nëpërmjet atij mikrofonit t'i futesh në vetur, t'i futesh në shtëpi dhe t'ja bëjsh ditën sa më pozitive. Pastaj bëj dublimin e filmave turk dhe kjo ta ma merr një 10 orë në ditë. Kështu që ndonjëherë edhe kur kthehem në shtëpi, ju them edhe miqve edhe gjithve, më zini para se të futem në shtëpi nëse doni për kafen, se kon që futet këmba ime në shtëpi, nuk del më. Sepse ndonjëherë edhe nuk mundem as të flas as me mamin si kam kalu ditën, vetëm i tham t'lutem. Të qetësohem pak se e kret puna ajo ynë është me fol dhe lodhesh, edhe pse mendoj se është. Edhe nganjëherë nuk mban më, veç ke nevojë me najt me veten në qetësi. Mbylli sytë edhe asgjë tjetër. Ka shumë vite në ekran, Xhanan, dhe në fakt ka ndryshuar shumë, edhe të bërit televizion, edhe janë rritur, janë bërë më shumë televizione, gjë që kjo është në të mirë të tregut në përgjithësi, si në Shqipëri, Kosovë, e Maqedoni, janë shtuar edhe emra të shumtë, vajza të reja, djem të ri, ndoshta duke mos e pas hiç as në studimet e tyre ju, po ndoshta as në qejf këtë punën e moderimit. Ti ke pas një qëndrim të ndin për këto vajzat që si duket veç gjaja parë që e bojnë është veç futen direkt në emision edhe dalin para kamerës pa pasur të pak të një përvoj ose pa trajnuar vetën. E ka shtrembëruar. E ka shtrembëruar dikush, a? E ka shtrembëruar Si qëndron pra vërteta? Intervist, edhe kam qenë shumë e prekt nga ajo intervist, nga intervistuesja. Pyetja ka qenë, a mendon se një vajzë, një influencere mund të bëhet moderatore e suksesshme? Kam thënë patjetër se mundet, nëse punon. Ka vend për gjithë kënd, ka vend për gjithë shka. Një vajzë seksi mund tjetë çka do që ajo tjetë. Një vajzë mund tjetë çfarë do që ajo dëshiron tjetë. Kam tregu se ka influencere në Shkup, të cilat janë edhe prezentuese, të cilat e bëjnë punën më së miri që munden, i vlerësoj, i respektoj, i përshëndes. Dhe kam thënë se nëse një moderatore punon aq shumë, se pyetja ishte a mundet një vajzë seksi t'ja zë vende një moderatore se cila punon shumë, po që ja, ndoshta nuk është edhe aq me paraqitje aq provokative. Kam thënë qofse gazetarja, prezentuesja punon, s'ka kush që mundet t'ja zënë vendin e punës. Edhe e bindshëm përsëri e them. Nëse unë punoj aq shumë dhe jam më e mira në punën time, askush nuk mundet të më zaventsoj. Dhe nëse qofsha vajza më e bukur, nuk mundet askush të më zaventson dhe është shtrembëruar, ka dalë titulli një vajzë seksi nuk mund të jetë asnjëherë prezentuese. Kjo është qëndrimi yt edhe ti se dhe kam pas aq se kishte dalë titulli, nuk e kam pa unë se çfarë titulli ka dalë, më kanë ardhur mesazhe, Xhanan ti nuk je seksiste, Xhanan pse kështu qëndrim? Dhe nuk e di as çka kam thënë pse ka dalë ashtu, në fund të ditës dul komplet është ndryshu qëndrimin. Unë prapë e them, nëse Blerona punon dhe askush nuk e zaventson Bleronën, po edhe pse vijnë vajza të reja. Blerona gjithmonë do t'ja Blerona që unë në Shkup e mbaj mend, familja jonë e njohin Bleronën. Ka ndalë edhe në Kosovë tjera, po Blerona është Blerona. Dhe këtë e themon. Dhe qëndroj në këtë. E bukra e kësaj është që jemi në transmetim të drejt për drejt, andaj këtu qëndrimet as nuk shtrembrohen, as nuk... Shqyqyr që pas 2-3 viteve mu dha mundësia. Edhe mua më bësh shumë qefi që... Dhe pas ke pakët që faqëm pyten këtë pjesë. Asnjëherë nuk e kam komentu këtë as në rrjetet e mia sociale. Okej, let me ndonë kush donë qëfar donë, po
është e shtrembëruar, edhe kjo më pengon shumë tek portale, tek gjana, se është mirë të thuhet. Sa ka diçka kohëve të fundit ky shtrembrimi i deklaratave ose disa tituj tendencioz sa për të bërë një klik që deri diku po krijon edhe hamendje edhe tek lexuesit, po krijon edhe një urrëtie edhe tek lexuesit, se ndoshta ajo gjithkush e ka kohën tynë edhe të ta dëgjon intervistën. Ai ta lexon vetëm fjalinë të cilën e ka shkruar portali dhe krijon një farë bindje, krijon një farë mendime. Dhe ka një diskrepancë shumë të madhe nga koha e kaluar se si janë transmetuar lajmet deri më tash. Vërtet, ka pasur filtra. Më herët ka kaluar në për 5 apo 6 persona derisa një titull një lajm ka shkuar, ndërsa tani. Gjithë kjo rutinë e jotja, the që nëse doj dikush me të nënzëm për kafe, duhet në ventur para se me futi kombën në shtëpi. Po me hobbit, me shëtitjet, pra qa është diçka që Gjananin e mbush shumë dhe anash këtyre punëve të caktuara që ka brenda një dite? Shëtitjet. Shëtitjet. Po, shumë kam dëshirë që në vikende, zakonisht vikendeve nuk jam në shtëpi, të dal nga gjdo rutinë mundshme, se fat i imi premten, qëtunën edhe të dielen jam e lirë, dhe atë qëtunë edhe atë diele e kom me familje edhe e kom jashtë Maqedonisë. Pa tjetër, dhe në shumicën rasteve e fike dhe celularen dhe nuk du t'ja di se qëfar po ndodhë, vetëm du t'shioj gjithë shka, po nuk përtoj as pak edhe të bëj lëvizje kudo që t'jetë. Mua mundesh edhe në mes ditës me më thonë shkojmë Selanik, shkojmë, kthehemi vetëm për një kafe. Pra, spontane kështu për aventura, gjithmonë e gatshme. Po, ta thash edhe parë e sfidoj vetëm për gjithë shka. Celularin shpesh mua përmend që e ndalë, pra, ka dikush që mërzitet nëse nuk mundet me marrë në qasje Gjananin. Asi e ndali, sigurisht jo. Mund të çmendet nga xhelozia. Asi e ndali, sigurisht. Deri tani jo. Do shta për pako. Si e me zemrën me Gjanan? Më thuj. Sa je gati për, ose si je me shkujt, si je me djenë, pra je nga jo vajza që i jep mundësin dikujt ta njohim dhe ti jap rastin, apo je shumë e prerë, po nuk i per në fillim 2-3 gjana që... Jo, si je? Unë jam shumë tip komunikativ. Edhe besoj se kush dënë me më njoftu e ka shumë të lehtë me më njoftu. Nana ime ka një fjalë, është pak kritike për mu, po e thot se e mendon të Gjanani, aq është e zemër mirë edhe e but, që në qofë se e den mënyrën dhe e gjenë mënyrën, nuk ki nevoj me si unë gjesh që të gishtin sillet vetë. Po, dosh me gjetë mënyrën. Normal që, sidomos tani në këtë periudhë, unë nuk kam kohë ashtë të humbi me ato mesajet e me ato gjanat. Me zemër, tash nuk isho gjanat edhe me zemër isho ma shumë e mendje, se ka kalu koha e zemrës, e kemi thy një herë dhe kemi lanë që aty që është të thyme, mendoj të rikuperume, po mos të thehet, ma. Besoj se tani gjanat flasë për vete personalisht, me kalimin e kohës ishe më larkë, ishe më ndryshe, shef se karakteret sa të përshtaten, as pak nuk eshe pamjen apo diçka tjetër, eshe se me një persona mundet të ecë muhabeti dhe unë gjën kryesore që e kërkoj të një mashkull është të jetë shoku jem, që të mundem të flasë gjithë qka me të, pa se puna e kamerave, puna ynë është pak ma e ndryshme, të kej kontakt me shumë njerës dhe unë kam shumë dëshirë që personin që e kam do e kem ofër, se isha të thonë për balë, jo, që do e kem ofër, të mundem të flasë gjithë qka, të mundem të ja tregoj rutinën e ditës dhe ta kupton. Po jo me ato gjelozi se si kemi moshën kush është kjo, kush është ai. E këto gjana mu më pengojnë. Është më pak në një moshë të pjekur edhe pas kaq vitesh karrierë. Fiks. Ose unë i kam dy fëmijë të vllaut që unë i postoj shumë në rrjetet sociale. Edhe asnjëherë dje analizova se unë asnjëherë nuk e pas kam shkruar në jetë halla me mbesa, me nipat. Po aja më thrasin shkaku se halla, së ne kanë thënë dhe aja. E kanë keq kuptuar njerëzit? Po shumë njerëz kishin mendu që unë kam qenë martuar, shumë njerëz kishin mendu që janë fëmijët e mi. Unë e kam pa mesazhe që më vinë ku është baba i fëmijëve dhe unë e kam kthy me shumë gjentilec me gruan e vet.
Po, njerëzit marrin përshtypje edhe nga fotot. Tash në vazhdim e si për dëshmuj halla. Kujdes halla, se ashtu tremb dikë. Po në qëfë se trembe ta qlet atër edhe nuk është për mu, kështu që... Vidur që lista për ata që duan të jenë shok të tua shumë e gjatë, vetëm mjafton që ti ta bësh atë filtrin tënë se këtë do ti ta vush në vendin e shokut të din që mendoj se njeriu që përzgjedh shumë, ndoshta edhe shumë gabon, kështu që sa më shumë që përzgjedhesh më keq, po e tillë jam thash që puna nuk më lën me pas atë mungesë, ndoshta me pas më pak punë, do e ndjej një farë mungese, po me këtë ritëm që jam, besoj se edhe ta kem tani, për tani një partner afër, nuk do kem kohë t'i kushterën. Diç pak zemrën, pak trurën ky balansi që çdo kush e dëshiron, po vështirë është me u arrit në mesi. Të lutem, e din më mirë, kështu që... Shpirt, ishte shumë qef me të pas këtu, me të taku fillimisht, e di që do të kishim se po më thonë, kemi kalu minuta, do të ecim marketing. Gjithmonë me mundo dhe t'il nuk është. Po, faleminderit shumë që erdhër, uroj të mos jetë hera e para, po jo e fundit në këtë, edhe në emision, po edhe në takimet tona bashkë. Uroj shumë fat edhe gjithat mirat njët. Bleron, faleminderit, vetëm një fjallë duat, ta them je më e bukur live se në foto. Faleminderit shumë e vlerësoj. Miq, po ju lë me marketingun, po për cilë Gjananin, kthehemi pas pak.